Mirë mëngjes nga këndi I kuzhinës, zonja Vjosa. Mirë mëngjes, ja ku jemi një tjetër ditë këtu bashkë, pasi tani do të gatuajmë. Patjetër. Do të gatuajmë sot involtini me karçof. Më fal, shqip me angjinare. Okej. Po. Sa shqip, involtini, makarona. Por jo, unë jam mësuar që kur shkon në treg, aty nuk lexon angjinare, lexon karçof. Është e vërtetë. Prandaj mua më është mësuar goja se në fakt duhet më thënë angjinare është një bim që është rritur dhe në vendin tonë. Po zonja Vjosa, ti ke të drejtë, po bën shumë mirë që thua karçof, pasi në visat kur shkojnë në supermarket, karçofin do lexojnë, kështu që të paktën e kanë shumë të lehtë të pikasin se cili është produkti që ne kemi propozuar për involtinit. Atëherë, për të përgatitur këtë recetë, na nevojitet 400 gram mish, kur bëhet fjalë për 4 persona në një familje, disa feta djath të fortë, kaçkavall, 3-4 hudhra, 2 lugë miell, salam mortadela ose salam parizien siç kam prurun përpara jush, parizien të EHV-s, që është një salam I mrekullueshëm. Na nevojitet majdanos, krip, një gjysmë gote verë, stika dent për t'i kapur involtinit, krip I per të zi. Kaq. Na duhen dhe 4 kokra domate nëse ato janë mesatare ose 3 nëse ato janë të mëdhaja. Si gjithmonë në bazë të madhësisë. Po, salca në fund dhe sigurisht vaj. E qartë, mirë. Atëherë fillojmë nga puna. Po, patjetër, ne nisim nga puna, ndërkohë. Po, unë I kam bërë gati 2, kurse një nga pjesët e tullit për involtini do ta përgatis në moment. Okej, që edhe ne ta shohim edhe ta fiksojmë, ta memorizojmë, nëse ka ndonjë anëviz të re ashtu siç thua ti shpeshherë që ndoshta nuk e di, e mëson më një herë. Do të marr një letër që pjekim në furrë. Përse do ta marr? Do ta vendos në tavolinë që unë mishin e kam larë, do ta pastroj vetëm pak nga këto fijet anësore, nga pjesa e dhjamit. Nuk e lën që të hapet ato normalisht. Bravo. E vërtet është. Ashtu që të na bëhet kështu, fileto e holla, ashtu e duam. Po patjetër, se involtinit nuk mund të mbështellim ndryshe. E heqim këtë pjesën anësore. Dhe do ta vendosim në letër për ta shtypur, me qëllim që nëse do ta shtypim direkt, ai do të na bëhet me cifla, mund të na bëj pis, mund të na shkëputet. E qartë. Atëherë e vendosim në letër siç thash. E palosim letrën. Dhe tani fillojmë dhe e rrahim. Kështu as nuk spërkatemi. Aty më shkoj mendja, thash të paktën është një mënyrë shumë e pastër. Po. Ja, gjithçka është gati, bërë. Mrekulli. Dhe letra s'është dëmtuar fare dhe mund t'i bëjmë të treja me një. Patjetër. Atëherë fillojmë nga puna. Unë një karçof, një angjinare kam pastruar. Tani do të pastroj tjetrën. Ta pastroj në zonja Vjosa, që ta mësoj dhe unë si të duash. Karçofin ta pastroj, t'ja pres këtë. Ku ta pres? Hiqi njerë këto, gjethet. Po. Anësore. Se të ndihmon bishti që ta mbash. Po, e drejt. Tani gjethet anësore në mos gabojnë, zonja Vjosa, mbaj mend që do ish goxha deri në zemër. Po. Do ta ndash për gjysmë. Do heqësh atë zemrën që është si push. Po. Petale. Atëherë, fillimisht, do të marr një gjysmë pjesë sallami që parizien. Pastaj do të marr një fet djath. Pastaj do të marr një. Zonja Vjosa të vazhdoj, Tani mund ta presim kështu. Gjithë këto pjesët e forta I heqim, do heqesh edhe 1-2 gjethe të tjera. Okej.
që janë të forta do hiqen ori, e pastron këtë pjesën kështu. Ashtu. E nda në dysh. Dhe ti heq atë zemrën. Shi sa e butë është tani? I heq këtë zemrën këtu brenda, shi, gjithë këtë pushin. Shi. Me majnë e thikës, ha? Pastrove dhe mund ta vendosësh pastaj në ujë me limon. Dakord. Unë do vendos një, mund të vendosni një, mund të vendosni dy, po një është e mjaftueshme. Dhe e marrim, i hedhim pak krip. Angjinarja ka një shije të veçantë dhe të gjitha këto së bashku do harmonizohen dhe do japin një shije perfekte. E palosim duke e tendosur dorën. E presim mishin. Duke e fiksuar në fund me një stikadent. Po. Nga të dyja, skajet. E mbaruam një. Kështu do të vazhdojmë me të gjithë pjesët e tjera. Kemi gjysmën këtu. Hedhim njërë kripën, piperin e zi, vendosim mortadela, E pastrova, zonja Vjollca. Ja, dhe një involtini tjetër. Involtinit që unë duko marrë me karqofin, zonja Vjollca, si pa shfare, kështu që të mi sharoshti mua prapë. Po pa tjetër. E shtypëm mishin. Ashtë. Për ty dhe për në një anvis, që sa po ka ardhur, këto të dy copat, unë i kisha për më parë. Fillimisht, hedhim pak krip. Piper të zi. Marrim një pjesë sallami. Unë për këtë recetë mund të përdorni sallam mortadela ose sallam parizien, siç po përdor unë. Parizien nga EHV-ja. Shije perfekte. Vendosim një fot djath. Djath kaçkavall të fortë. Për këtë recetë mund të jetë djath pekorini, por djath kaçkavall të fortë. Dhe tani, mbasi vendosa këto të dyja, do të vendos edhe një fet të hollë karqof ose angjinare. E palosim dhe do ta fiksojmë me 2 stikadent në të 2 skajet. Pra, jo këtu në mes, por në fund. Në fund. Një, edhe një tjetër këtej, 2. Do të hedhim në tigan pak vaj. Po. Si që pat, e hodha në fillim kripën dhe piperin e zi ori. Po. Vendosa salamin. Marr një fet djath. Marr dhe një fet karqof, që unë i kam vendosur në ujë me limon. Që mos të në nëzien. Bra, këta e kem mësuar. Po. Shumë mirë. Po sepse ne e bëjmë gjithmonë. Dhe tani fiksoj skajet me stikadent. Tani nuk e disa shmasa e vajq. Mjafton. Okej. Do të vendos në tigan involtinit për ti ka urdisur për 5 minuta.
them për 5 minuta për arsye se ne gjatë kohës do t'i kalojmë përsëri në një zjerje tjetër. Pra, në njëherë, në këtë moment... Do të japim një faqe njëherë tani. Po, një faqe tani. Pastaj do të kemi prapë punë. Duke prerë disa hudhra, duke I hedhur në tigan. Hudhrat sigurisht mungojnë, sepse janë ato që japin aromë, japin shije. Do të mjaftoshin 3 thelbi hudhër për masën që kemi ne. Do të hedhim 2 gjethe rozmarin. I hedhim ato që në fillim dhe fillojmë me kujdes dhe vendosim I voltinit. E urim temperaturën, vazhdojmë bëjmë dhe këto të dyja dhe gjithë shka mbaron. Hiqe pjatën urë të lutem, është gati. Pra, edhe njëherë për në një ambis që sa po ka ardhur. Fillimisht do të hedhim krip. Pastaj piper të zi. Do të marrim një fetë salam, e presim për gjysëm, është e mjaftueshme. E vendosim në fillim, vendosim karçof, vendosim djath kaçkavall të fortë dhe fillojmë dhe palosim e bëjmë një si rolen. E mbështjellim, po. Bëjmë mbështjelljen, e presim, se feta e mishit është pak sa e gjatë. Jo, me atë kapsën në mirë, sorry. Dhe I fiksojmë në anë me stikadent. Duke kapur dhe pjesën e salamit dhe pjesën e mishit. Shumë bukur. E kemi ullur temperaturën. Pra, e morën me njerë një faqe, zonjën Rosa. Me njerë nuk ka nevojë se dhe mishi është I butë. Pra, vendosim kripën, piperin e zi, pjesën e salamit, vendosim një copë djath, ja dhe karçofi, dhe gjithë shka është gati. Do t'i ka urdisim në tigan, duke I dhënë nga një faqe, nga të gjitha anët. Po, duke rrotulluar se janë dhe stikat, do me thënë, ku janë të dhëmve që në zërën e lënë një qikë që t'i kthejnë. Nuk ka problem. Ja, mund t'i vendosim horizontalisht. Ato do kalojnë në zjerje, në qikë më vonë, bashkë me salcën e domates, dhe gjithë shka është gati. Në këtë moment, qëfar do të bëjmë? Do të marrim domaten, do të presim në kubik. Si që kam thënë, domaten, për ta qëruar lehtë, mjafton që ta vendosim, t'i bëjmë nga një kryq në fillim, dhe vendosim në ujë të valuar për 30 sekonda. Është kohë e mjaftueshme, maksimumi 1 minutë, që ne domatjat na bëhet. Për ta qëruar dhe aty ku është vendosur kryqi, si që kemi demonstruar dhe herë të tjera, heqim lëkurën. Dhe nuk marrim nga tulli domates dhe ta çojmë dëm. Në rregull, Lori. Ma e një? Ja. Tu gjithë shka është gati. Për të bërë një salcë sa më të mirë, ne edhe mund të kishim lyer pak me miell, por unë nuk e preferoj shumë këtë pjesë, edhe t'i vendosshim, të preferoj, por dikush edhe mund t'a bëj. Çfarë efekti na jep ndryshe mielli, zonjën Roca? Mielli, sigurisht që nuk e loj që të digjet mishin, por edhe kur të vendosim ne salcën, do të na I trashi. Por unë mendoj që kemi mjaftueshëm domate dhe gjithë përbërësit e tjerë dhe nuk kemi nevojë për aksesorët e tjerë për të e qartë. Zonjën Roca, ndërkohë ti po vijon punën qetësisht, unë do doja që në këtë moment që jemi ta shohim pak recetën grafike bashkë me anvisat në shtëpi për të hedhur dhe një sy të gjithë përbërësve me radhë, dhe kemi
involtini vici me karçof, 400 gram mish vici, 4 feta salam, 8 feta djath, karçof, krip, piper i zi, 2 lugë gjelle miell, vaj për skuqe, 3 thelbinj hodër, një gjysmë gote verë e bardhë, një degë rozmarin, 4 kokra domate, 2 lugë gjelle majdanoz. Shumë bukur. Majdanozi na duhet në fund fare ori. Tani është momenti që ne involtini do t'i shuajmë me verë. Po, pra, do të hedhim një gjysmë gote verë për t'i shuar, po të bardhë, do të rrisim temperaturën në maksimum. Se na duhet që ta bulloj vera. Dhe me njëherë sa ta bulloj vera, alkoholin e saj, ne do t'i heqim involtini dhe të vendosim në një pjatë. Do t'i ruajmë ato të ngrota, pisa ne të bëjmë salsën me domate. Që do të shoqërojmë. Po, ku këtu brenda ka edhe hudhra, ka dhe rozmarin. Po. Nuk do t'i heqim. Do t'i lëmë sa aromë na japin. Po sigurisht, aromë po na japin dhe shije. Involtinit i kthejmë pak, e lëmë kështu të pambulluara, që ta vulloj vera, dhe do të shikoni, provojni. Ose ju tregon ori. Po, si që të ditë. Unë jam ajo që gjithmonë jam verdiktin final, se ishe joj të gjitha gatimin e zonjës Focë, dhe deri më tani. Pra, në temperaturë të lartë, që të na avulloj vera, ndërkohë ne presim domaten në kubik jo të vegjël, në kubik të mëdhenj, dhe domatet, nga që ne japim 3-4 domate. Po, e thamë që në fillim, në varësi të në rastin tonë do t'ishin mjaftueshëm edhe 2. Unë zonja Vilca i kam shumë qef edhe më shijojnë shumë, kështu që nëse do t'isha unë në shtëpi duke gatuar recetën, e sigur që nuk do rezervohesha fare të domatet. Si që shikoni, janë domatet, pjekura, të mira. Kështu duen zgjedhur domatet për salcë. Të pjekura, po, dhe të jo jeshile. Po, ato për salat, përgjithsisht tentojmë t'i kemi pak më të forta. Sigurisht. Vazhdojmë këtu i kthejmë nga një qik, që të marri aromën e verës se cila prej pjesëve të involtinit. Dhe majdanozin kemi vetëm një përbërës që nuk kemi. Arome vjen, zonja Vilca. Pra, djathin e kemi përdorur, rozmarinën gjithashtu, hudrën gjithashtu, karçofin po, kripën pa tjetër pak miell, dhe na ka mbitur vetëm majdanozi. Pa përdorur. Majdanozin sigurisht do ta hedhim në fund fare të freskët. Është kjo një procedurë që pothuajse ndodh gjithmonë, edhe nëse vendosim në fillim, gjithmonë kemi dhe pak për në fund. Dëgjoj. Ka receta që duan në fillim, por në rastin ton flas për ditën e sotshme, duhet në fund. Duhet në fund. Ashtu. Salca do të japi një shije shumë të mirë. Pra dhe pak ori, do dhe pak se si që shikon, ka lagështirën e verës. Mjaftueshëm, po. Zonja Vilca, ndërkohë ne në salcë do të vendosim vetëm domatet dhe gjitha të tjerat? Do vendosim vetëm domatet dhe pak krip. Se aty kemi rozmarinën, kemi hudhrën, kemi verën. Ato do t'i lëmë brenda. Vetëm ne do të marrim një pjatë, që do ma sjellësh ori. Patjetër. Do të largojmë involtinit dhe me njëherë do të hedhim domatet. Domatet sigurisht duan 15 minuta që të gatuhen. 15 minuta? Po, dhe mbas 15 minutave, ne do të vendosim nga pjata që do t'i heqim involtinit, do t'i vendosim përsëri në tigan, që të marrin atë valën e fundit dhe të marinohen në njëra tjetër. Qartë. Ja, besoj se tani edhe pak është momenti që ne do të hedhim domaten. Okej. Ndërkohë, regjia do ndihmoj sigurisht me kuicin për ditën e sotme, ta shohim pak atë pajisjen. Po, kemi kuicin, po. Edhe unë shpesher ndodhe, Vilca, që hutojmë të gatimi ytë që për bërësit. Ambisa dje në thanë që e ngatruan me një vegjël të tillë që ne kemi në sirtar dhe mund ta nxjerrësh. Që ka formën e mollës. Vegla jon ka formën e mollës dhe ti mund ta nxjerrësh atë. Dhe është specifikisht për mollën. Është posaçërisht për mollën. Madje ju keni të drejtë se dhe unë ngatrova në fillim. Po, por siç e shikoni, vegla jon ka formën e mollës. Pra, gjethet dhe formën e mollës. Tani kjo vegla tjetër që shfaqet në ekran dhe që të gjithëve ne na shkojmë mendja të shpjegim këtu, është për një tjetër frut. Këtë
këtë spjegim e dham që t'jeni sa më të drejt për drejt, mos unë jam mendoj, shumë dakord. anvisat që ne e gjetëm. Pra, sepse unë mendova se vërtet e gjetëm. Edhe unë, ti di, po pastaj nga frika thash o bobo, ndoshta s'është, mos t'i jap ndihmën e gabuar. Pjatëm se vetëm nga zhurma e kupton që ka ndryshuar. Nga tingulli. Zhurmë, jo tingulli, se tingulli në pjesën e muzikës, ne kuptojmë që në këtë moment ne duhet të largojmë involtimit nga tigani. Pra, si që shikoni dhe ju, këtu nuk ka më absolutisht fare alkohol dhe pjesë të lagështirës. Këtu ka mbetur vetëm yndyrra dhe involtimi dhe përbërësit e tjerë. Pra, i largojmë. Në ndërkohë kemi një telefonues në linjë, zonja Vjoca. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Urime për emisionin, na knaqet me këto gatimet e Faleminderit. Faleminderit, zonjë. Na thuaj, çfarë ke menduar për atë pajisje që shfaqet në ekran? Mendoj se mos është për të prerë kivin. Kiwin? Kivin. Jo. Zonjë, më vjen keq, më vjen shumë keq, ndërkohë që sigurisht që të falenderojmë shumë për telefonatën edhe pjesëmarrjen tënde në kuitin e këndit të kuzhinës të në Vila 24, por jo, nuk është për kiwin, është për një frut specifik dhe sigurisht që ndoshta do të përmendim shumë deri në momentin që do të gjejmë të durin, ndërkohë zonja Vjoca, ne jemi fiks në kohë për të shkëputur në këtë moment. Ndërkohë dhe unë jam në kohë për të lënë salsën me domate që të gatuhet. Do të hedh këtu vetëm fare pak krip dhe do ta lëm dhe do të vendos kapakun. Diku te 15 minuta. 15 minuta. Voltimit i kemi pothuajse gati. Jo pothuajse gati, po janë gati. I vendosim tani siç e shikoni në salsën. Do t'i lëm pak për 5 minuta. Sa të marrin atë aromën e domateve. Po, dhe gjithçka do t'jetë gati për t'u servirur. Okej. Pra, i lyejmë dhe i voltinit kështu me domate, i kthejmë dhe i vëm kapakun që të sa ato të gatuhen pak. Shumë mirë. Ndërkohë po përgatis, po pres në shkopinj disa perime zarzavate. Qëndrojmë këto. Regjia, të lutem, shpejt dhe një herë recetën e involtinit, se i kemi shumë të rëndësishme, të shohim të gjithë përbërësit e saj përpara se të kalojmë të kjo çfarë përgatuan tjetër zonja Vjoca. Dhe kemi involtini viçi me karçof, 400 gram mish viçi, 4 fleta sallam, 8 feta djath, karçof, krip, piper i zi, kemi 2 lugë gjelle miell, vaj për skuqe, 3 thelbinj hudhër, një gjysmë gotë verë të bardhë, një deg rozmarin, 4 kokra domate, si dhe 2 lugë gjelle majdanos. Këto janë të gjithë përbërësit që na u deshën për recetën e parë që zonja Vjoca gatoi involtinin, ndërkohë që kalorit për këtë recetë përkatësisht janë për një porcion që 26 kilokalori, ndërkohë që karbohidrate janë 12.5 gram, proteina 27 gram dhe yndyrna 24 gram. Këto janë dhe kalorit përkatëse për recetën. Tani zonja Vjoca? Tani do të bëjmë kuskus. Kuskusi është një gatim tradicional oriental. Përdoret shumë në Afrikën e Veriut. Është një gatim bollgur, po në një mënyrë ndryshe. Bollguri dhe kuskusi është i ndryshëm. Ne kemi prur sot pranë jush këtë kuskus që do ta gatuajmë, kryesisht gatuhet me mish. Me bulion mishi, por nuk përjashtohet rasti kur mund të përdorni në vend të bulionit një bustin Maggi me mish. Dhe është perfekte për të zvendësuar bulionin me mish. Ndërkohë ne do ta bëjmë me perime të stufuara në perime të stinës, po. Atëherë, masat për të përgatitur kuskusin janë të barabarta. Nëse ne do të përgatisim një tas me kuskus, kaq sa që kam këtë mas, atëherë do të vendosim një tenxhere në zjarr, ku do të hedhim pikërisht këtë mas me ujë. Do ta avalojmë ujin, duke hedhur brenda. Unë do të hedh brenda një bustin Maggi me mish viçi, po. Patjetër, prandaj prura dhe me kemi Maggi me pull, kemi dhe Maggi me mish viçi, po ndërkohë ne kemi zgjedhur pikërisht këtë
do të hedh bustinën magi, në mish. Do të hedh 2 lugë vaj ulliri. Sa mirë që po na e propozon këtë recetën e kuskusit, zonja Vjolca. Dhe shumë e thjesht. Për 5 minuta do të jetë gati. Për 5 minuta, i mjafton vetëm 5 minuta. E lëm ujin që të valoj, e tresim, me jep një lugë druri tjetër të lutem. Patjetër. E tresim bustinën, mirë, dhe në moment hedhim një sy këtej, se duke rregulluar njërën mos po na digje tjetra, dhe këtu gjithçka është gati. Vetëm do ta pudrosim dhe do ta servirim më pas. Majdanos. E qartë. Por i lutem shiko se kam vendosur dhe një bukë tek sa doja të thoja se ambisat nuk e ndjejnë në shtëpi se që ndryshon në aroma këtu në këndin tonë të kuzhinës. Po ne që kemi vendosur të piqet buka në pajisjen tonë në furrën e Kenwood dhe aroma ka nisur të na ngacmoj shqisat, të ndihemi ndryshe pasi me të vërtet që na mungon shumë kjo aroma e bukës së pjekur të freskët, zonja Vjolca. Dhe unë besoj që ajo është gati, do ta nxjerr më një herë. Pra, uji në këtë moment është gati, edhe bustina magi me mishëviçi është tretur, dhe unë do të fik zjarrin, do ta fik, dhe do të hedh këtu kuskusin në tenxherën ku valova ujin. Do t'i vë kapakun, dhe besoj se për 2-3 minuta, për kjo bërë shefin unë juve, për 5 minuta, këtu do t'jetë gati gjithçka. Tani, zonja Vjolca, po, thej që masat janë njësoj, do me thënë, ajo sasi që ne vendosim kuskusin, ajo do t'jetë sasia e ujit. E kuptova qartë, në rregull. Atëre, grim pak majdanos, për recetën e parë. Po. Ndërkohë që kemi dhe kuicin ende në fuqi, anvisat mund na telefonojnë, mund të kenë menduar ndërkohë një frut se cili mund të jetë fruti i saktë që shërben për këtë pajisjen e cila shfaqet në ekran, dhe ashtu si zonja Vjolca theksoi, nuk është për mollën, nuk është as për kivin që kemi marrë sot një përgjigje nga një zonjë telefonuesja jonë e parë. I falenderojmë të gjitha teleshikuesit që na ndjekin dhe i themi që një herë ato do ta gjejnë. Do të fitojnë, Për të shkuar atje në resort kam. Atje. Atëherë këtu gjithçka është gati. E fikim. Po. Hedhim majdanozin. Ky është momenti i majdanozit. Dhe e heqim nga zjarri. Okej. Ndërkohë, këtu do të vendosim një tigan tjetër. Edhe kujt japë përpara mua. Mirë. Do të hedhim pak vaj ulliri, shumë pak. Dhe sa po të nxehet vaj, ne këtu do të hedhim të gjitha perimet, do t'i kaurdisim dhe do t'i lëm al dente, mjafton sa ato të na t'i japim një faqe. Këtë punë mund t'a bëjmë në zgar, këtë punë mund t'a bëjmë në fur, ku të dëshironi ju. Si pas dëshirës, me gjithatë, ne sot gatuam zonja Vjolca involtinit, me mish viçi, me karçof, me djath kaçkavall, të cilat i dham një faqe, më pas i shtuam verën, i shtuam udhrën, rozmarinën, super të shijshme do t'jenë bërë. Përgatitëm dhe salcën e domates dhe i kemi gati. Ndërkohë që po bëjmë dhe kuskusin, kemi dhe bukën si çdo ditë. Pra, tryeza jonë është sërish plotër për plot. Ne kemi dhe një telefonuese tani më njoftojnë nga regjia. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Përshëndetje zoj, mirë se erdhe. Na thuaj. Përgëzoj përgatimet e gjithë. Faleminderit, faleminderit. Që bëni bashkë me zonjën Vjolca. Shumë faleminderit. Unë desha të marr pjesë në kuicin. Patjetër, na thuaj. Më duket se është një rregull ose një aparat i vogël që përdoret për prerjen e qitros. Për prerjen e qitros. Regjia duhet na e konfirmoj. Jo,
vjen keq, më vjen shumë keq. Nuk është kjo pajisja që përdoret për citron. Është një tjetër fruti që përdoret, në fakt, specifikisht përdoret për këtë frut. Pastaj se për sa shumë funksione mund ta përdorim ne në kuzhinë, sigurisht që kjo është gjithmonë në varësinë tonë dhe gjithë secilit, ashtu siç bëjmë me thikat, ashtu siç bëjmë me pjatat apo jo, zonja Lota. Po. Edhe me pajisjet e ndryshme mund gjejmë funksione nga më të ndryshmet. Çfarë pjate na ke bërë sot? Involtinit i kemi gati. Ashtu. Bukën e kemi gati të pjekur nga pajisja jon Kenwood, të cilën unë tani dua ta pres pak. Dhe kemi një tjetër telefonat në linjë, zonja Vjollca. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zori. Përshëndetje, zonja Vjollca. Faleminderit, mirë se erdhe. Na thuaj, zonjë. Mendimi më është për ananasin ose për bostanin me freta, më thëmë për fruta? Për ananasin ose për bostanin? Ori të lutem. Më vjen keq, jo, nuk është as për ananasin, as për bostanin, më vjen shumë keq. Ori të lutem një pirun. Një piru për zonjën Vjollca, ndërkohë jo si ishte përgjigja e saktë ende, nuk është për ananasin apo për bostanin. Piruni, ne tani shkëpusim pjesët e kuskusit, që të mos na ngjiten. Megjithëse i kemi hedhur edhe vaj, mund t'i hedhim vaj ose gjalp, mbasi hapim kapakun dhe gjithçka është gati. Ashtu siç ti the fiks, as për 5 minuta jo, në fakt kuskusi ishte gati. Për 5 minuta kemi një lugë të madhe atje, që mund të hedhim tani kuskus, ose do ta shtojmë në tigat? Po, patjetër. Okej. Urdhëron zonja Vjollca? Ashtu. Unë të vazhdoj ta përzij? Po. Okej. Sa aromi mirë po vjen tani. Dhe ndërkohë kuskusi është edhe i shëndetshëm, zonja Vjollca. Është shumë i shëndetshëm, i shoqëruar dhe me perime, fash, që kryesisht bëhet me mish. Një gacim për stinën fantastik. Në fakt duke sjellë edhe pak shije orientale, se në fakt na mungon këto shije në Shqipëri. Ndryshe nga bota nuk kemi shumë restorante të traditave të ndryshme, të vendeve të ndryshme të botës. Ndërkohë që kemi një tjetër telefonat në linjë. Alo? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, urime për misionin. Faleminderit shumë, zonjë. Na thuaj. Në pritur. Faleminderit. Çfarë keni menduar si përgjigje për atë pajisjen që shfaqet në ekran? Po, mendova ndoshta për pjeshkën. Ndoshta për pjeshkën? Po. Regjia duhet na e konfirmoj. Po, ndoshta ishte e saktë. Atëherë ne mbyllëm sot me emisionin me një fitore, me një drek ose një dark. Ku? Në Resort Kame. Atëherë, zonja Vjollca, le ta shohim pak atmosferën që na ka munguar paksa në emisionin Vila 24 të Resortit Kame dhe të gjithë bukurive që ka në atë vend. Ndjekim bashkë dhe rikthehemi. Aty ku buron melodia. Aty ku qetësia merr fjalën. Aty ku gëzimi zgjat. Aty ku e ardhmja hedh rënd. Resort Teatr Park Kame. Natyra në skenë. Ja ku jemi gati, ndoqëm dhe Resort Teatr Park Kame dhe nëse e mbani mend, pak sekonda përpara se të ndiqnim resortin, zonja Vjollca mori një tavë ku e vendosi kuskusin me perimet, dhe unë mendova se ndoshta do ta vendoste në furrë, thash do ta pjekim. Po jo, mojori, tha jo, vetëm për formë, sa ta vendosim në pjatë. Dhe ja tek është
Kuskusi përgatitur për sa? Për 5 minuta, zonja Vjoca? Një kavërdisje perimeve, 3 minuta u desh kuskusi bashkë me ujë dhe me pak vaj. Dhe gjithçka është gati. Bashkuan bashkë, një faqe të fundit dhe kemi involtinit me mish viçi, me karçof, ose angjinare dhe me sallamin parizien që përdorim në sot nga IHV që sigurisht do t'jap kontributin e tij maksimal në shijen e involtinit. Dhe kuskus me perime, që është një gatim tradicional oriental, por që kryesisht përgatitet me mish dhe unë e zvendçova në mënyrë të shkëlqyer me bustinat Magi. Perfekte. Dhe ndërkohë, duke qenë se zonja Vjoca e di shumë mirë se unë nuk ulem asnjëherë në tryezë pa Buk, më poqi dhe bukën në pajisin e saj Kenwood, ku është aq e lehtë për të bërë dhe aromash fantastike dhe unë do të mund të shijoj maksimalisht. Mjafton që të respektoni recetën që merrni kur blini nga aparatin dhe gjithçka është në rregull. Mrekulli. Ndërkohë, zonja Vjoca, ne I vim disi në fund, I rikujtojmë të gjitha anvisave në shtëpi se përveç se mund të na shohin në Balkan Web apo duke klikuar në YouTube Vila 24 Këndi I Kuzhinës, ato sigurisht të gjitha këto recetat do t'i gatuajnë në shtëpi, do t'i shijojnë, po ndërkohë rishoqërojnë veten e tyre duke krijuar atmosferën nga studioja, duke I parë edhe një herë procedurën, duke rikujtuar përbërësit, apo duke dhe biseduar me ne, për mos që në vetëm. Ka kohë t'i përsërisim çik përbërësit e kuskusit? Shpejt. Po, një mas kuskus I bler I gatshëm, një mas ujë. Dhe e gjejmë në supermarket, po. E vendosim masën e ujit në një tenxhere, valoni, hedhim një lugë ose 2 lugë vaj ulliri dhe një bustin Magi siç veprova unë sot. Në momentin që valon, e fikim zjarrin. Hedhim kuskusin, e mbulojmë dhe lëm për 5 minuta maksimumi. Më pas, hedhim pak gjalp ose vaj ulliri dhe me ndihmën e një piruni I shpërbëjmë kokrat që të jenë të shkrifta. Sepse ashtu duhet jetë, është një lloj orizi, bollgur në gjuhën shqipe, po. Në një tigan vendosim pak vaj, kaurdisim pak perimet duke I lënë ato al dente, më pas hedhim kuskusin kur ka mbas 5 minutave, në perime dhe gjithçka është është gati për të konsumuar nga të gjitha anvisat të shtëpi, për të dashur Shumë e tuaj. Por edhe sigurisht, anvisat të dashur, ashtu siç ne gjithmonë ju këshillojmë, kujdes me sasinë, kujdes me masat, kujdes me ekuilibrin e regjimit tuaj ushqimor, prandaj dhe zonja Vjoca gjithmonë e kujdesur që t'ju këshilloj receta të ndryshme, varietete, por gjithashtu me përbërësit e dur, me mënyrën e dur, edhe pse jo me shijen që e duam shumë, se ai nepsi nuk na lë të qetë hera herës mirë. Ne ju themi mirupafshim nga Këndi I Kuzhinës, zonja Vjoca. Mirupafshim dhe ju përshëndesim dhe ju presim nesër këtu. Nesër sërish këtu së bashku për të gatuar të tjera receta dhe për të marrë të tjera këshilla në këtë atmosferë fantastike që vetëm zonja Vjoca di të krijojë dhe ju themi mirupafshim nga Këndi I Kuzhinës.